Jam shumë i bindur që ti s'ki me ditë mu përgjigj. Nëse do mu përgjigj, gjithmonë të kuptohet. Nëse mendojeni kështu kohën, para kohës së teknologjisë, pavarësisht sa e vjetër o teknologjia, në trojet tona ka him shumë e vonesë, apo kuptoni, në Shqipëri, në Kosovë, në plot ka him shumë e vonesë. Nëse e konsiderojmë qatë kohë, kur s'kana pas teknologji, pra s'kana pas kompjutera dhe gjërat e tjera teknologjike. Si është mundur që një njeri është qujt haker i qytetit, hakeri më i madh jo i qytetit, i fshatit, më falni, u gabova, i fshatit, hakeri më i madh në fshat. Qa ka bo qaj njeri? Unë ja vapi përgjigjen shtash në fund vitis, po mos mashtroni, du që mu përgjigj ju, qa ka bo qaj njeri që e kanë qujt krejt haker? Hajde, po presim pak sekonda. Po presim, komentet. Mos harroni me bu follow këtu në Facebook, në Instagram, në YouTube, ku të mëni, faleminderit nëse ma bëni. Okej, ja përgjigja. Aja veri, u shku e ka vjedh fletorën të dyshani pilare e za druga, qush drush qune, e ka vjedh fletorën e borgjeve. Edhe se ka dit mu a i pilares kush ka bërgjë dhe sa ka bërgjë. Edhe këta kanë qujt haker sepse ja ka hup datat.